A di çka do me thonë të ndëruar xhamatli, një namazli të shtëpia. Edhe me dek ti dikush pa namaz, wallahi ka me të morallojnë llogari. Po nëse ai ka këmgull mos mu fal, në rregull. Ama ti për ditë dash mi kallzu, çu falu Allah. Çu babës falu, çu nanës falu, çu axhës falu, se në xhenem ki me shku qështu. Një ditë dhe ka qenë ekspedit Omar Khattabi dhe ka po një prift në sinagogë larg dikun me një mal dhe ka fillu me kajt. Ato të pranishëm ka menu ku me dit, zare pësi kena me hemyt tash. Ka thonë jo, lena ti. Ka thonë po pësi tu kajt? Ka thonë jam tu kajt, çfarë sikletje ka izolu vetë pikësaj bote edhe në fund hinë xhenem. Ç'ta ke tu kajt? Gjithë këtë siklet e kam shel vetën me tesha trasha, me tresha të leshta. Ti bon me tatina i badet Allahu Gjellar në fundin xhenem. A nuk ka për të mëkajt? A kanë begati e madhe Islami Zoti Gjellalu. Sa kanë nevojë njerëzit me uçu Islamin dhe Zot. Islami ja xheneti i Zotit tok. Islami ja xheneti i Zotit tok. Duhet me ja u prezantu njerëzve në mënyrë më të mirë që të hinë xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Duke filluar pi familjarëve. Mos e le. A di çka do me thonë të ndëruar xhamatli, një namazli të shtëpia. Edhe me dek ti dikush pa namaz, wallahi ka me të morallojnë llogari. Po nëse ai ka këmgull mos mu fal, në rregull. Ama ti për ditë dash mi kallzu, çu falu Allah. Çu babës falu, çu nanës falu, çu axhës falu, se në xhenem ki me shku qështu. Për ditë ti. Andaj shiko pejgamberi alayhis salatu wassalam. Në ditë për ditëve kalon një xhenazë. Kalon një xhenazë. Jehudi. Edhe u çun kam pejgamberi sallallahu. Sa u thanë, rire e sua se Jehudia, qafir. Apo Vezër, a muni para mu farë rahmeti ka pas pejgamberi alayhis salatu wassalam. U që unë kam të pot vdekja të rështushme. A që ka ma interesant që ka tha? Qish mundet tha një shpirt me ik për në xhenem a unë e gjallë? Si mundet një shpirt me ik për në xhenem a unë e gjallë? Rast tjetër pejgamberi alayhis salam i kallzoi se një jehudi gjalli vet u ka smue. Edhe u ka smu para deke. Ka thonë shpejt shkojnë ataj. Kur ka shkutaj, i ka thonë Kull la ilaha illallah, thuj la ilaha illallah dhe unë jam i dërguri Allahu. E ka këshirë babën e vetë, ka këshirë pejgamberi sallam, baba vetë ka thonë ngoje Muhammed alayhis salam. Dhe ka thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammed Rasulullah dhe ka ndrujit. Që ka thonë pejgamberi alayhis salam, alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi. Alhamdulillah, Allah je pështoj se bep muhe. Shiko momentin e fundit, në dakikin e fundit. Andaj nuk duhet asnjëherë mu dërzue.